Ish komandanti i UÇK-s Safir Hoxha ka deklaruar se ndonse ka qenë shpesh kritik ndaj punës së presidentes Vjosa Osmani, ai e mbështet rizgjedhjen e saj edhe për një mandat tjetër në krye të shtetit. Hoxha përmendi vërejtje lidhur me shpenzimet, organizimin institucional dhe mungesën e bashkëpunimit politik, por theksoi se në rrethanat aktuale nuk ka kandidat më të përshtatshëm se sa Osmani. Sipas tij, kritika dhe mbështetja shkojnë bashkë në shërbim të interesit të Kosovës. E kam kritikuar shpesh në punën e saj dhe tani qëndroj pas atyre kritikave, por prap mendoj se nuk kemi ndonjë kandidat më të përshtatshëm për momentin dhe e mbështes edhe për një mandat, jo pse është e fuqishme në këtë detyrë, por se nuk kemi më të mirë se ajo. Gjatë mandatit të saj kam qenë shpesh kritik ndaj disa veprimeve të presidentes Vjosa Osmani, shpenzimeve të tepruara, organizimit të dobët të disa aktiviteteve shtetërore, mungesës së bashkëpunimit të brendshëm politik dhe mos angazhimit të mjaftueshëm të kapaciteteve profesionale, veçanërisht në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Megjithatë, duke analizuar situatën aktuale, kandidatët e mundshëm dhe përfaqësimin ndërkombëtar të Kosovës, mendoj se në rrethanat e tanishme zgjidhja më e mirë është rizgjedhja e zonjës Vjosa Osmani edhe për një mandat tjetër në krye të shtetit. Kritika dhe mbështetja nuk përjashtojnë njëra tjetrën, të dyja janë në shërbim të interesit të Kosovës, shkruan Hoxha. Ish komandanti i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, Safir Hoxha, ka reaguar ashpër në rrjetet sociale kundër deputetëve të kuvendit, duke i akuzuar ata për hipokrizi, pa përgjegjësi dhe për ndjekje të interesave personale në vend të atyre kombëtare. Hoxha u shpreh revoltuar për faktin se pozita dhe opozita u bën bashk për të miratuar një ligj që u asiguron atyre rrogat dhe mëditjet e vetes, ndërsa nuk po arrin të gjejnë gjuhën e përbashkët kur bëhet fjalë për të shërbyer interesave të qytetarëve dhe shtetit të Kosovës. Sipas tij, ky veprim tregon se klasa politike në Kosovë është thellësisht e përqendruar në përfitime vetjake dhe jo në përmbushjen e misionit që u është besuar nga populli. Për ata që nuk e dinë, pozit dhe opozit krejt u bën bashk para 3 ditësh, miratuan dhe votuan ligjin që me pas mundësi me i marr pagat dhe mëditjet për veti. Tani për me i shërby vendit dhe popullit nuk merren vesh, sa të poshtër janë këta njerëz të ligë, ka shkruar Hoxha në një postim të shpërndarë gjerësisht. Ky reagim i Hoxhës ka ngjallur reagime të shumta në opinionin publik, ku shumë qytetarë janë shprehur në përkraje të qëndrimit të tij, duke i quajtur të drejtë dhe të domosdoshëm për të ngritur zërin kundër padrejtësive dhe abuzimit me pushtetin. Shumë prej tyre kanë kërkuar llogaridhënie nga deputetët dhe kthimin e fokusit të tyre tek nevojat reale të qytetarëve. Ligji i përfolur i miratuar me një shumicë të gjerë votash ka për qëllim rregullimin e çështjes së kompensimeve për deputetët e kuvendit, përfshirë rritjen e pagave dhe rimbursimet për shpenzimet e punës. Mirë po, kritikat theksojnë se ky veprim vjen në një kohë kur vendi përballet me sfida të mëdha socio-ekonomike dhe një mungesë të dukshme konsensusi për çështjet jetike kombëtare. Hoxha, si ish komandanti i UÇK-s, njihet edhe për qëndrimet e tij tepër të forta patriotike. Ai ka qenë shpesh kritik ndaj mënyrës se si po qeveriset Kosova pas luftës. Ai kërkon më shumë përgjegjësi dhe përkushtim nga përfaqësuesit politik, të cilët sipas tij nuk po e përfaqësojnë denjësisht sakrificën dhe idealet mbi të cilat është ndërtuar Kosova e lirë.